si mos na mjaftoni të gjitha vështirësitë me cilat përballemi, pushteti, opozita e vjetër e korruptuar, oligarkia, media, e shkojmë që dhe takimin tonë elektoral e lënë në mes të vatës, në mes të diellit, dhe bashkë mënyrë për të kalitur, edhe për treguar se sa të fort jemi. Në çdo takim tjetër të mundshëm, në çdo partie tjetër të mundshme, këtu do kishte rënë bomba. Mirë, sa më shumë vap bëhet e aq më shumë jemi, që unë ju falenderoj, ju përgëzoj, edhe uroj që çdo ditë jemi më të fortë. Për ju qytetarët e Elbasanit, kam përshtypjen më shumë se kudo tjetër nëpër Shqipëri, kam një pyetje. A jeni lodh? A jeni lodh me tregje ku ka më shumë shitës se vlerës? Dhe nëse nuk mbesoni, hajde ikim bashkë pas këtij mitingu, te tregjet aty poshtë Elbasanit dhe numërojmë një nga një. Shitësit dhe vlerësit. Dhe do vini re, dhe do vërtetoni se si shitësit në çdo moment janë më shumë se vlerësit. A jeni lodh me bujq që e shesin produktin bujqësor shumë lirë dhe qytetar që e blejnë produktin bujqësor shumë shtrejt? Sepse midis fermerit dhe qytetarit janë pikat e grumbullimit, janë parazitët, monopolistët, ata që në bashkëpunim të ngushtë me një shtet korruptuar rrisin artificialisht për qytetarit çmimin e produkteve bujqësore dhe ulin artificialisht për bujkun çmimin e produkteve bujqësore. A jeni lodh ju të moshuar me fëmijë që prej vitesh nuk i keni pranë, prej dekadash nuk i keni pranë? A jeni lodh me vetmin? A jeni lodh me fakti që nuk ka njeri për t'ju dhënë një gotë ujë? A jeni lodh me fakti që kur jeni të smur, jo vetëm fëmia e komshia, por në shumë raste as mjeku dhe infermieri nuk është pranë jush? A jeni lodh ju të ri me fakti që mund të merrni një kredi, 2 kredi e 3 kredi e prap se prap nuk e përballoni dot blerjen e një shtëpie, se çmimet e shtëpive kanë shkuar në stratosferë, jo vetëm Tiranë, po kudo në qytetet kryesore të vendit, se oligarkët, spekulantët, krimi organizuar pastron paratë dhe i rrit çmimet e apartamenteve si t'ishin Paris e Milano, duke harruar që vazhdojmë të jemi një nga vendet më të varfra të Evropës. A jeni lodh me një punë që ju ropton nga mëngjesi deri në darkë, nga një punë e dyfisht, nga një punë që bëhet edhe të shtunën edhe të dielën, e prap se prap si punëtor paguheni më pak se kudo tjetër në Evropë. E prap se prap si punëtor punoni në të zezë. Mbi gjysma e punëtorëve shqiptar vazhdojnë të punojnë në të zezë, do mbesin pa pension dhe sot kontributet e tyre nuk kanë mundësi të përballojnë pensionet e prindërve të tyre. A jeni lodh me spitale, ku pasi ju vjedh oligarku i spitaleve private, ku pasi ju vjedh kryeministri dhe ministrat e shëndetësisë me koncensione, ato 5 lekë që ju mbeten në xhep u azhvat edhe mjeku i korruptuar i spitaleve publike. A jeni lodh me pushtetar lokale qendror të cilëve u ka pjell mushka, po ka 34 vjet, që u pjell mushka ditë mbas dite dhe në vend që të përfundojnë në burg janë ende në zyra, marrin ende 3 milion, 4 milion, 5 milion lek rrogë në muaj, e vjedhin 10 miliona euro çdo vit. A jeni lodh me një kryeministër hajdut, poshtrues, rrugaqe racist, që pasi ka 12 vjet pushtet, pasi ka zhvatur e ka bërë baterdi anë e këndë Shqipërisë, vazhdon ta jap Shqipërinë tonë, ta falë Shqipërinë tonë për 1 euro, madje më pak se 1 euro, t'ua falë oligarkëve vendase të huaj. Kudo falen lumejt, kudo falen malet, kudo falen fushat, kudo falen plazhet, kudo falet nafta minerale, pasuria jone përbashkët, furata e natyrës dhe Zotit për të gjithë ne, produkti i mundit dhe i punës të sa e sa brezave që kanë jetuar në këtë vend dhe sot nuk gëzojnë asgjë nga ajo
takon. A jeni lodh me një Dordonec që ka hyrë politik në vitin 1968 duke antarësuar Partinë e Punës e sot e 34 vjetë bën si demokrat. A jeni lodh me karagjozët e partive politike përveç Lëvizjes Bashkë që janë gati të premtojnë gjithçka dhe mos japin gjysmë argumenti se si realizohen premtimet e tyre. E kam thënë edhe në takimet tjera. Edi Rama dhe Partia Socialiste premtojnë një pension mesatar në 4 vitet e ardhshme 400 euro. Nga 180 euro që është sot, në 4 vit e premtojnë 400 euro. Dhe unë kam parë statistika në vitin 2013 kur PS-ja ka ardhur në pushtet, pensioni mesatar ka qenë 140 euro. E kanë rritur pensionin mesatar me 20 euro për 12 vjetë. Tani duan të arrisin me 220 euro për 4 vjetë. Kjo është talje, kjo është fyerje me inteligjencën dhe me dignitetin e popullit shqiptar. A jeni lodhur, janë bërë shumë. Nuk janë 34 minuta, nuk janë 34 muaj, janë 34 vjetë me një zullum që trashet e ende nuk po kputet. Po ne shpresojmë dhe besojmë fort që në 11 maj dhe pas 11 maj këti sistemi, këti zullumi që trashet pafundësisht ka për t'i ardhur fundit. Qofse jeni lodhur, si që jam lodhur unë, si që janë lodhur aktivistët antarët, mbështetësi Televizjes Bashkë, qohuni o qytetar nga gjumi qohuni, e si vazën e motra në një pes shtrëngoni, ta shfarosit korupcionin, ti përzëm korruptuarit, ta transformojnë vendin ton në një vend me shvillim që duheshëm, me demokracit një mend dhe me drejtësi shoqërore. O sot, o kur, mor po sot, se s'ka kur, faleminderit shumë.